Gjurmë portash, ekspozita që risjell identitetin e Korçës. Giulia Pecani, specialiste në Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në Korçë, ka sjellë për ekspozitën e saj 24 foto ku pasqyrohen disa nga portat më të vjetra të shtëpive karakteristike të qytetit më të madh në juglindje të vendit. Edhe për Pecanin, këto porta nuk janë vetëm elemente arkitekturor, por mbartin historinë dhe identitetin e një qyteti që njihet për traditën dhe kulturën e tij të pasur. Ekspozita Gjurmë portash shfaqet për herë të parë për qytetin e Korçës. Rreth besoj 5 vite më janë dashur që të fotografoj të gjitha portat e Korçës. Këto që shihni këtu janë thjesht një pjesë e portave, të cilat kanë elemente të trashëgimisë kulturore të dallueshëm dhe të cilat shfaqin elemente artistik më të lartë sa të tjerat. Pra janë përzgjedhur. Koleksionimi i portave është akoma dhe më i gjashtë. Drejtoria e Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore ka bërë me dije se për të ruajtur elementet drejtues të banesave karakteristike të zonës së mbrojtur urbane përfshi këtu dhe portat, ka një projekt për ruajtjen e vlerave urbane në mënyrë të veçantë të portave. Në objektet të cilat kërkojnë ndërhyrje restauruese apo dhe rekonstruksione, të cilat ndodhen brenda qendrës historike të qytetit të Korçës, objekte të cilat paraqiten në rastin e portave, në qoftë se objekti ka një portë e cila është e vjetër dhe përmban elemente të trashëgimisë ndërtimore, sigurisht që në Këshillin Kombëtar të Restaurimit ku paraqitet edhe projekti, gjithmonë është ruajtja dhe restaurimi i portës në gjendjen ekzistuese. Alfred Via prej vitesh merret me restaurimin e banesave të vjetra të këtij qyteti. Ai tha se 90% e pronarëve të këtyre banesave janë të interesuar për ruajtjen e identitetit të çdo elementi, përfshi dhe portat, ndërsa disa të tjerë për shkak të kostos së lartë nuk e bëjnë një gjë të tillë. Shumica e këtyre kanë dashur të mbeten në traditën origjinale të portave, apo dhe të dritarëve, se janë vetë portat. Dhe çka ka të bëjë me koston e lartë apo çfarë? Diçka që është arsyeja kryesore është kosto e lartë. Një restaurim do shumë kohë dhe dyta është kosto e lartë e restaurimit. Lagjet karakteristike 1, 2, 3, 10 dhe 12 të qytetit të Korçës janë të përfshirë në asamblin e mbrojtur nga ana e Drejtorisë së Trashëgimisë Kulturore dhe ndërtimi i një banese aty duhet të ruaj patjetër vlerat arkitektonike.